Një ditë pas grabitjes së një pike këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë, autori i dyshuar 42 vjeçari Luan Maçi është shtyr para hetuesve dhe ka pranuar autorsinë e ngjarjes. Ai ka deklaruar se veprimi ishte i nxituar nga vështirësitë ekonomike të familjes së tij, përfshir borxhet e shumta dhe gjendjen e rënduar shëndetësore të nënës së tij. Në dëshminë e tij, Maçi ka treguar se armën e përdorur për kërcënimin e punonjëses e hodhi menjëherë pas së grabitjes brenda një pusete, duke ndihmuar hetuesit në dokumentimin e ngjarjes. Ai ka shpjeguar gjithashtu se gjatë 7 orëve të arratis shpenzoi rreth gjysmën e shumës së parave, që sipas burimeve hetimore ishin rreth 120.000 lekë. Hetimet zbuluajnë gjithashtu se grabitësi kishte tentuar të ndryshonte pamjen për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë, duke hequr mjekrën dhe duke përdorur rroba të ndryshme. Pamjet filmike tregojnë se ai ishte i veshur një xhup të zi me fytyrë të mbuluar me maskë gjatë grabitjes, kërcënoi punonjësen dhe më pas u largua me vrap nga qendra tregtare duke arratisur me motor. Policia ka vendosur pika kontrolli në rrugët përreth zonës dhe ka nisur hetimin për identifikimin dhe kapjen e autorit. Bashkëpunimi i Maçit me hetuesit pritet të ndihmojë në rikuperimin e shumës së mbetur dhe dokumentimin e plotë të grabitjes.